Andi Lila, përshëndetje. Përshëndetje Flori, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi, faleminderit që ke ardhur në fakt, pasi është tashmë një ish lojtar që e di se si janë emocionet të luash përballë Serbisë, e di shumë mirë atë ndjesinë e një përballje kaq shumë të rëndësishme. Po nis pak fillimisht, po nisim pak me sfidën, pasi shumë përpara sfidës e menduan një duel shumë të vështirë. E prisë një duel vështirë, na surprizoi kombëtarja për mirë apo i kishim që në fillim po themi mundësitë për të bërë mirë kundër Serbisë? Si e mendoje? Atëherë, një ndeshje futbolli pa diskutim që të tre rezultatet janë pjesë e lojës. Ajo që unë pash gjatë lojës dhe ajo që flasim mbas ndeshjes teknikisht, mendoj që trajneri Silvinho e kishte përgatitur në mënyrën më perfekte ndeshjen, duke parë që minutat e para do të ishin me shumë presion nga ana e Serbisë dhe mbasi kaluam atë periudhën e vështirë, skuadra reagoi në mënyrën më të mirë duke filluar dhe duke bërë atë lojën që ne kemi, pra atë lojën e imët me topa nga poshtë dhe ngjitja e sulmit gradual. Por gjithashtu edhe me kundrasulm. Mendoj që faza ofensive bërë një punë të jashtëzakonshme, me Reimana në krye, por edhe Broja, edhe Uzuni në krahun tjetër, bën një punë shumë mirë që e mbajtën skuadrën shumë lart duke fituar falla të rëndësishme në zonat të rëndësishme dhe jepnin frymëmarrje mbrojtës si ngjitej lart dhe ta mbanin sa më larg portës tonë ekipin kundërshtar serb. Mendoj që ekipi i Serbisë ka probleme të jashtëzakonshme, duke parë që u largua trajneri, shumë lojtar ka refuzuar ftesën. Përpara ndeshjes ishte ajo humbja me Anglinë 5-0 dhe mediat serbe thonin që lojtarët kanë konflikte në dhomat e zhveshjes dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nëse nuk ke dhomat e zhveshjes, si ke harmonia dhe grup, patjetër që reflekton në fushën e lojës. Gjithashtu mendoj që futbollistët serb atë natë kanë kaluar ferrin tokë. Patjetër sepse e gjithë opinioni publik serb thonë që është ndeshja më e rëndë, ose humbja më e rëndë në historinë. Them drejtën, ne jemi të gëzuar për këtë fitore dhe shpresoj shumë që ekipi kombëtar të ecë në këtë ritëm. Nëse duam të bëjmë një krahasim, nëse do të krahasoj ti ke qenë prezant në fushë në fitoren e 2014-s, kurse këtë e pe nga televizori, kush të duk fitoria më e bukur? A ishte më e bukur ajo atëhershme për shkak problemeve apo kjo që e morën fushën e lojës, po ti krahasoje pak? Janë dy histori të ndryshme. Atëherë ishte një histori që në Serbi, po flasim në aspekt social, punët ishin mirë, pra Serbia i bën jetë normale, ndërsa sot ato janë praktikisht një luftë civile dhe ka protesta të vazhdueshme në çdo vend të Serbisë dhe jo më kot ndeshja u postua në Leskovac. Por Beogradi ishte gjë tjetër, se ishin 30.000 tifozë, 30.000 të tërbuar që me zot shprisnin që por për sa i përket lojës, sepse unë do të flas si një ish futbollist që e kam përjetuar atë ndeshje, patjetër që edhe ne në atë kohë, domethënë ekipi kombëtar zhvilloi një pjesë parë të shkëlqyer, patëm dy raste të mira. Rastin me Mavra mos gaboj. Mavra dhe Cana. Po, ishin dy raste shumë të mira për ekipin tonë dhe ekipi serb nuk ishte afruar se herë portës tonë. Pra diku 35 minuta flisnin për ne. Dhe një gjë të tillë na kishte thënë edhe trajneri Debiazi, minutat që kalojnë kthehen disfavorin e skuadrës serbe dhe ashtu ndodhi me të vërtetë dhe tifozëria që ka një rol shumë të rëndësishëm në futbollin dhe në Federatën Serbe. Andja, mendon që janë penduar pak që çuan ndeshin Leskovac, ndoshta do donin ta kishin Serbi, tani që din që humbën nga fjalë. Kush? Serbët. Kush nga serbët? Ata që morën vendim. Qeveria. Qeveria e fundit ai ran pishmani. Qeveria. Për sa i përket madje që unë ndjek nga larg, patjetër që qeveria bëri mirë atë vetëm duke parë që po kalon një periudhë shumë të vështirë sociale vendi në Serbi dhe ato kanë një problematikë se nëse në rast fitorie ngrihet turma, pra po tuani në stadiumin e Crvena Zvezda për shembull, aty është 50.000 ai stadiumi. Po. Nëse fitonin, pra turma ngrihej dhe shkonin direkt kryeministri, pra bënin luftë, dilnin Beogradin. Nëse humnin, do ishte akoma më të acaruar dhe do ndodhte ndryshe dhe prandaj mendoj që qeveria, nëse me që ma bëre pyetjen për qeverinë, mendoj që bëri zgjedhjen më të mirë që ja çojmë një qytet larg Beogradit që të kishte qetësinë e vet. Po Borboçiçi tha kam janë bagjum tani tha nga ky gol. Se për shpirt do të kishim bën Beograd edhe. Po gjithsesi është fati jon fund fare dhe merita e çunave në fushën e lojës. El Rey, mbreti, Reimana që shënoi atë gol kaq të rëndësishëm. Pak kohë më parë humbi një penallti shumë të rëndësishme në Albania, shkon në Serbi, shënon golin më të rëndësishëm si një lojtar. Çfarë lloj ndikimi ka psikologjikisht
ky transformim për kaq pak muaj. Duhet përmendur dhe minuta që ishte e njëjtë me atë që me penaltin. Domethënë nuk para ndodh që tjetër. Atëherë, un kam një akademi futbolli dhe kam disa djem të rinj skuadër dhe kjo është një nga ato shembuj që duhet ta marrin pozitiv. Pra asnjëherë nuk do të dorëzohesh. Kur humbi Mana humbi penaltin kundra Serbisë në Tiranë, ju turri gjithë Mileti dhe nuk lanë gjë pa i thënë. E vërtet. Por ai nuk u demoralizua, por vazhdoi punën, uli kokën si një profesionist i rrallë dhe u shpërblye me atë gol që të gjithë sot flasin për rejnë. Ishte spektakolar, a? Spektakolar ishte, por edhe meriton një kërkim falje nga ato që e shanë. Nga të gjithë, patjetër. Gjithë thonë fjalë të keqe atëherë dhe po të njëjtit thanë fjalë të mira tani. Interesante është sepse për shembull Eseid Hytha i kritikuar në Europian ka bërë një kualifikuese botror shumë të mirë. Perfekt. Mana i kritikuar ka bërë shumë mirë. Pra, ndoshta është aspekti pozitiv i këtyre kritikave, është i bën mirë lojtarëve. Atëherë, çdo futbollist ka kurba. Domethënë në ulje dhe ngritje. Nëse një futbollist nuk do ketë kurbë në rënje, nuk do ta shikoj kurrë ngjitjen e tij të radhës. Pra nëse është gjithmonë top, pra Messi është gjithmonë top, ne themi Messi është lojtar i mirë. Nëse Messi nuk bie herë dhe të shikojmë ngjitjen e radhës, pak në kështu është për futbollin, kështu kam menduar në karrierën time. Dhe kam bërë me të vërtetë atë që thatë dhe ju, kam bërë eliminator shumë mirë, sidomos Elseid Hysa që jam shumë i lumtur për të sepse shumë kritika mori në Europian, por është një nga më të mirë, mos të më i miri i skuadrës. Pati një çështje tjetër tek goli i Manit që festoi me shqiponjë dhe u shkoi me kartonin e verdh. Mbas ndeshjes mora vesh që UEFA ka nxjerr rregull që po të bësh shqiponjë nuk dështohen me të verdh. Duket absurde sepse nëse do ishte kështu, domethënë un pash një ndeshje Brazilin me Kostarikën, mos gaboj. A le të vëj mendjen. Ja kam sjell thonë këtu. Dhe Rodrigo bëri shqiponjën, pra pse s'mori këtë verdh? Nëse mundet ta shtojmë pak për këtë lidhje, atëherë se u komunikova pak me disa gjyqtar, pikërisht për këtë gjë pasi më bëri shumë përshtypje pse Rodrigo nuk u ndërshkua me karton të verdh. Por Manaj, atëherë rregullora që nga e tillë, secili arbitër përpara sfidës informohet se cilat cibole mund të jenë provokuese dhe në bazë të kësaj ndëshkoka me karton të verdh. Pra në këtë sfidë nuk kishte provokim në lidhje me foton e Rodrigos me shqiponjën, por për Manaj që ka provokim, megjithatë Manaj u theme ka halal karton e verdh për të shqiponjën që bëri. Kjo që thoni qëndron, por rregullat e UEFA-s dhe Konfederatës dhe FIFA dhe Jo, FIFA është botërorja, UEFA është për Europën, ndërsa Amerikan latin, pra ndoshta se kanë këtë rregullore. E ka vetëm UEFA. Po, e kanë, domethënë që secila ndeshje në bazë të Pra mendoj që nëse i bëhet serimi duhur, ai simboli i flamurit ton nuk ofendon njerëj. Është vetëm na përfaqëson ne, nuk ofendon asnjëri. E çrënci ka kjo edhe po ofendoi shqiponja e Imanet i lumtur i Imanet pasi ka drejtën e vet, se kur festonin serbët me 3 gishta tu në Elbasan nuk është se reaguan shumë fort, ëh, mbani mend. Kështu që Re Imanet dhe gjithë çunave bravo i qoftë edhe një herë na bën krenar. Mbret e ka kurorën këtu sot. Tani nëse dua të bëj një krahasim të vogël. Ti ke qenë pjesë e kombëtarës së Debiazit që morët fitore në Serbinë në tavolinë. Ndërkohë Silvinho mori një fitore shumë të rëndësishme me Serbinë në fushën e lojës. Nëse do t'i vendosim në një shkallë, kjo fitoria e Silvinhos ndaj Serbisë në fushë e ngre pak më lart se Debiazi në historinë e kombëtarës tonë, apo janë akoma të dy trajnerë që kanë bërë historinë, pasi të dy na kanë çuar në Europian. Si e mendon? Mendimi im, nëse Silvinho do ta kualifikojë Shqipërinë në botëror, patjetër që Silvinho meriton fronin, si thonë atë kurorën e rejti. Deri tani mendoj që janë të barabartë sepse kanë bërë një punë të shkëlqyer si Debiazi, por Debiazi mendoj që është pak më përpara për vetë faktin që është i pari që shkoi në Europian. Edhe gjithmonë hera parë mbahet mend për herë, çdo gjë për herë të parë mbahet mend gjatë në histori. Çdo gjë, s'po flas vetëm në sport, në futboll, po edhe në çdo gjë e parë. Shumë e vërtetë dhe kjo ishte shumë e vërtetë. Kjo ishte e goditur. Shumë e vërtetë. Andi, kjo fitore festua kudo ku ka shqiptar, në Tiranë, në Prishtinë, Tetov, Shkup, në diaspor. Tani ti vetë si e festove këtë fitore? Emocionet e golit. E drejt, kjo ishte një fitore e rrallë, dhe fitore me shumë vlera, me shumë nga ajo që duhet theksoj që lojtarët dhe i gjithë populli shqiptar ishin një. Pra ndjenja, energjia ishte një. Pa diskutim që u gëzova shumë sidomos te goli i Rejmanit. Faktikisht në fillim nuk e pash, domethënë ishte Rej apo si ishte Rej, pastaj kur tha Ylliaga që është Rejmana, aty domethënë u gëzova akoma më shumë sepse fisha edhe për Rej. Pa diskutim, doja sepse unë e di se sa shumë presion ka një futbollist kur gabon sidomos në të tilla raste. Patjetër. Faktikisht gjithmonë kur hidhet shorti, them e kam këtë them, nuk duhet na bjas Greqia, nuk duhet na bjas Serbia. Duhet bëjmë një eliminatorë të qetë, një eliminatorë që të fokusohen vetëm tek ndeshjet
dhe jo tek pra futbollistët jashtë fushës. Po dhe emocionale po mos futet sepse janë ndeshje me të vërtet vështira. Jo më kot e thash që futbollistët serb kanë përjetuar ferrin tok. Sinqerisht ju a them këtë sepse dihet tani më qasja